Gazmend Bardhi, kreu I grupit parlamentar demokrat, ka reaguar ashpër ndaj deklaratave të komisioneres për zgjerimin në Bashkimin Evropian Marta Kos sot në Tiranë, e cila relativizoi skandalet e qeverisë Rama, duke u shprehur se raste të tilla gjenden kudo. Deklarata e Gazmend Bardhit është një reagim I ashpër politik ndaj komisioneres së zgjerimit Marta Kos. Kreu I grupit demokrat e paraqet komisioneren jo si një zyrtare të paanshme të BE-s, por si një figurë që po mbron një qeveri të korruptuar, me pak fjalë një zëdhënëse. Ai e sfidon publikisht Marta Kos, duke thënë se në asnjë vend evropian nuk mund të ndodhë ajo që sipas tij ka ndodhur në Shqipëri. Sipas Bardhit, nëse komisionerja Kos gjen një rast të ngjashëm në Bashkimin Evropian, ai është gati ta pranojë, por është I bindur se një shembull I tillë nuk ekziston. Ai thekson se shqiptarët presin nga një komisionere BE-je të flas me gjuhën e standardeve europiane, jo të minimizojë apo të mbulojë korrupsionin e qeverisë. Bardhi ndalet edhe te deklarata e saj për raportin e OSBE-s mbi zgjedhjet parlamentare të 11 majit, duke thënë se interpretimi I saj është aq I largët nga realiteti saqë do ta turpronte edhe vetë Edi Ramën. Sipas Bardhit, asnjë përfaqësues I OSBE-s nuk ka thënë asnjëherë atë që Kos pretendoi në deklaratë. Në thelb, kreu I grupit parlamentar demokrat kërkon që zyrtarët evropian të jenë korrekte të sinqertë me qytetarët shqiptar, duke mos devijuar nga raportet zyrtare dhe duke mos përdorur gjuhën që sipas tij I shërben qeverisë dhe jo së vërtetës. Për të, problemi nuk është thjesht një deklaratë, por mesazhi se institucionet ndërkombëtare nuk duhet të relativizojnë shkeljet, sepse kjo minon besimin e publikut te procesi demokratike dhe integrimi evropian.